Televizion. Ju thatë që sistemet tona kibernetike kanë rezistuar, ndoshta edhe mund të rezistojnë, por a kemi sigurinë që sistemet tona të brendshme duke marrë shkas nga një hetim i prokurisë së posaçme në lidhje me skandalin e Akshit, ku një pjesë të dhënave janë marrë dhe janë përdorur për interesa personale dhe jo për qëllime shtetërore. Dhe me gjithë të ndryshime për digitalizimin dhe teknologjizimin e administratës shtetërore, sa garanci ka Shqipëria që të dhëna nuk do të merren sërish dhe të përdoren për interesa private? Në radhë të parë, fakti që të dhënat janë përdorur për interes privat është një opinion. Unë nuk jam në dieni të një rezultatit të tillë të procesit hetimor që prokuroria e posaçme është duke kryer. Pra nuk mund të themi që ka pasur një përdorim për qëllime personale. Kur prokuroria të dalë me një qëndrim, kur gjykata dalë me qëndrim, atëherë mund ta themi me zë të plotë. Ajo që unë mund të them është që siguria kibernetike dhe në Republikën e Shqipërisë është atje, është në monitorim të vazhdueshëm, sulmet kibernetike janë të llojit që janë të zhvilluara gjithmonë me instrumenta të reja dhe ne duhet të garantojmë që nuk ka dëme permanente, por neve nuk mund të ndalojmë sulmet kibernetike. Kjo për sa i përket sigurisë. Për sa i përket sigurisë të dhënave dhe konfidencialitetit në të dhënave dhe përdorimin e të dhënave, ne vitin e kaluar kemi miratuar ligjin e GDPR-it, i cili është një ligj europian, i cili për shpërdorimin e të dhënave apo keq përdorimin e të dhënave ka gjoba shumë të larta për të gjithë ata subjekte që e lejojnë këtë, dhe mbi të gjitha unë sapo thash sot që ne miratuam një projekt ligj i cili lidhet me nënshkrimin elektronik, i cili do të rrisë sigurinë e përdorimit të dhënave dhe më tej dhe do të standardizoj standardet e mbajtjes, ruajtjes dhe përdorimit të dhënave në Republikën e Shqipërisë në linjë me standardet e Bashkimit Evropian.